pyetja që kam unë buron nga një seancë dëgjimore që bëm këtu me ministrin e bujqësisë, kur ishte edhe ai për buxhetin e vitit korrent, të vitit në cilin ndodhemi, 2026. Ai tha që me akt normativ do mbulojmë të gjitha dëmshpërblimet e fermerëve që u dëmtuan nga zjarret e verës. Këto para janë thjesht për gripin e shpendëve dhe ambulohen dëmshpërblimet veçanërisht për blektorët, si ju doj gjëja e gjallë gjatë zjarreve të këtij viti apo jo? Këtë dëmshpërblimeve nga zjarri, nuk kemi marrë një kërkesë nga Ministria e Bujqësisë deri në këto momente, pasi në djenin ton është ngritur një komision që është duke bërë një vlerësim të këtyre dëmeve, pastaj do duhet të shihet edhe kuadri ligjor, nëse na e mundson apo jo dëmshpërblimin e shpendëve të cilët apo kafshëve që kanë ngordhur si rezultat i fatkeqësive natyrore gjatë muajve të verës nga zjarri.